الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Falëndrimi takon Allahi Gjeleshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu, I cili na krijoi në udhëzon në rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit për dunja dhe ahiret. Salavati dhe salami softë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I cili sëroj komentoj fjalët e Allahi Gjeleshanuhu Kur'anin Azimushan. Të nderuar xhamat, të nderuar koleg, të nderuar nxënësa, sonte do të rifjall lidhje me pregaditjen rreth muajit të Ramazanit, musafirit Allahu Gjeleshanuhu, në fillim do të kem liziratën zuhërshqipe, ka funi pak biće I na bosanskom, samo da se razumijemo o čemu je bilo govor večeras. Zoti Gjeleshanuhu ka krijuar insanin për një qëllim. E ka dërguar në këtë dunja për një qëllim. E këtë vërteton Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin famlar, ku thotë audhu bila bismillah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk I kam krijuar njerëzit ose gjinat as njerëzit për as një qëllim tjetër, vetëm për adhurim. Jeta e njeriut në këtë dunja pra duhet të jenë adhurim ndaj Zotit ose dorëzim ndaj Zotit Gjeleshanuhu, se jeta e tij atje të kënaqur edhe për këtë botë, edhe të njëjtën kohë ta fitojnë ahiretin ose shpërblimet prej Allahut në botën tjetër. Temën të cilën e kom zgjedhën këtë pregaditje është hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë: adminu ilayya sittan admin lakumul janna. Kush mi siguroj mua 6 gjana për veten e vet, pra unë por ja garantoj, po ja siguroj xhenetin. Pra kush 6 gjana në këtë dunja I siguron për veten e vet, kush vetin e nal në këto 6 gjana, Allahu Gjeleshanuhu përmes fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po na thotë që ja siguroj xhenetin. Para se të futemi në temë zbërthim të hadithit në pikat shkurtna, pejgamberi alaihi salatu wassalam në hadith tjetër ka thënë: Igtanim khams qabla al-khams. Shfrytëzoj 5 gjana para se me mrri 5 tjera. Pra 5 gjana shfrytëzoj para se me t'i mrri 5 të tjera. E cilat janë ato? Shababaka qabla haramak. Shfrytëzoj e rinin para plesniet. Shfrytëzoj e rinin para se me të përri plesria. Wasihatak qabla saqamak. Edhe shfrytëzoj e shëndetin para smundjes. Shëndetin që ta ka dhënë Zoti, shfrytëzoj e pa të zënë smundja. Wa ganaka qabla faqrak. Edhe shfrytëzoj e pasurin pa të marrë, pa të ardhur fukarallëk. Shfrytëzoj e të mirën begatin që ta ka dhënë Allahu, pa të mrri fukarallëk. Wa firaga qabla shaghlak. Edhe shfrytëzoj e kohën e lirë pa të ardhur zonën e kohës ose puna. Wa hayata qabla mautak. Edhe shfrytëzoj e këtë dunja, këtë jetë, këtë botë pa të nxonë vdekjen. Pra, këto 5 gjana ti kem parasysh se ne si besimtar ti shfrytëzojmë, se kur vin 5 tjera ta travojnë. E ke shëndetin, e nuk di me shfrytëzua, kur vje smundja,
ti shajshnosh me ma këtë gjatë. Kur vjen pasuria, nuk jep, nuk e shfrytëzon këtë begati, pritë zëmë fukarallahu e thosh, të kisha dhe herë me këtë pasuni, e me shfrytëzon hajre, me lën, e me një mua, e me punon me to. Koha e lirë, se ke koha e lirë, shfrytëzoje pa ardë punë, se nuk mund e shma me këtë ata, të cilët ka kaluar. Gjithashtu, rinin për të plesnirë. Shumë ples ta nësot, anë kohën, jo shpida, jo jeli, jo kama, jo dora, e rini nuk e kem ditë këtë mirësi, këtë begati. Nuk kem ditë me Allahun, hakun, meritën të cilën e ka pas. Edhe këtë botë para se marrë vdekja, si shumë Zoti në Kur'an thot, pa besimtarë thënë, sikur kishim edhe i herë mu zgjallë, e mu këthën dynja, e mu shfrytëzua dynja në ashtu si duhet. Por avon, pasi vdes, njeriu ma nuk thehet për kur gjë. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam po në ban vrejtje neve këtë ummet se të dim të shfrytëzojmë të mirat, begatit, të cilat ja ka dhënë Zoti xhaleshanu insanit në këtë dynjë. Prej këtyre zarzanave të cilat po kërkon pejgamberi alayhis salam prej neve garancë, e ai vema yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahjun yuha, nuk flet prej hamendjes vet, vetëm ajo që ka inspirim prej Zotit, e kjo është isdiku idha hadathtum. Folni të vërtetën kur të flitni. Folni të vërtetën kur të flitni. Në shumë hadithe, edhe shumë ajetet Kur'anit, Allahu xhaleshanuhu thret në drejtësi ose në të vërtet. Besimtar me i thanë vetit musliman, e me raj nuk ban. Nuk ban. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kulil haqu law kana mur, thuaj të vërtetën dhe nëse idh për ty. Thuaj të vërtetën edhe nëse është e idh për ty. Zoti në Kur'an, çka thotë? Eudhu billah bismillah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Çka thotë Zoti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos e fol i gjë se nuk ke njoftësim për ta, nuk ke dituri të plot për ta. Inna as-sam'a, se me të vërtet shqisat e ndëgjuamit, wal basaru, edhe shqisat e të pamurit, wal fuadu, edhe zemra, kullu ulaika kana anhu mas'ula, gjitha këto kanë përgjegjësi. Kur dalin para Zotit në llogari. Gjitha. Ditën e llogarisë, pjesët e trupit dëshmojnë. Syri ka me fol vet, Allahu i thot fol. Çka ke panë këtë dunjë? Gjuha ka me fol vet, çka ke folën këtë dunjë. Veshi ka me fol vet, çka ke ndëgjuar këtë dunjë. Zemra dhe shpirti kanë me dëshmuar çka kanë ndier këtë dunjë. Ta dini se kemë edhe dëshmi tjetër, që është jashtë trupit ton, ajo është toka. Toka dëshmon sjelljet, veprimet tona çka i ke bën mbi ta. Toka. A duhet këto me i harruana? Do shta për interes të vogël të dunjës. Që s'muj mu krahasua interesat do i malë që tjetë, nuk muj mu krahasua me interesin e ahiretit. E çka interesi e ahiretit? Në xheneti. Ahu për xheneti, se bet një rranet, ose se bet rranave, ose se bet fjalve të pavërtetuar. Wallahi jo. Dietarët kanë shkua deri te edukimi më i vogël që ndoshta ne shpesh herë nuk ja vëmë
mendën të edukimit të gjuhës. Kanë thënë edhe fëmin që e ke evlad prej zemrës sate, nuk guxon me mashtrua, nuk guxon me rrej. Po nëse se i thua kam të prunu babi një bombon, thot jepja një bombon. Se jo vetëm që nuk po ja ne, jo vetëm që po ja prish dëshiran, po edukon për çka me të rrejt aj ty. Se ti pe mëson ato në rrejnë. Sa e premton edhe nuk ja plotëson fjallën, çka ke bo, mashtrim. E fëmia vjen koha që vetë ka më thonë, shësy që u rrita për me i mashtra babën, me ja këthyë ato zonat e cilat i ka bo ajtë. Një hadith i pejgamberit a.s. se kjo temë është e zonë, kur me folë për zuhën është zonë e rrezikshme, sa është e mirë, as ma shumë është edhe e rrezikshme. Se me zuhë, djetarë thonë, me zuhë mundet më fituar xheneti, e me zuhë mundet më fituar xhenemi. Idha asbaha ibni Adem, kur qohet në mëngjes, biri Adem, robi Allahut pra. Asbahat al-a'da kullaha, zohën me ta pjesë e trupit gjitha. Pra qohet zemra, qohen syt, qohen vesht, qohet duart, kamt, kretë lëvizja e trupit, kretë gjymtyrët e dinan, gritën me ta. Tudhkeru lisan, përkujtohet zuha. Prej kuj, al-a'da kullaha, gjitha pjesët e trupit i flasim, zuhës, çka i thonë? Ittaqillaha fina. Frigoju Allahut e ne. Pra, o zuh, ty mas shumë i ta shofim sherrin, mrena ditet, ki kujdes, se ti bon problemin e paguim na. Ki kujdes. Fa innaka idha staqamna, se një nësofë se ti, si edhe e mirë, e jenë regull, edhe na kemë kanë regull. Wa in a'wajdanna, e nësofë se ti gabon, e bon shërë, e paguajmë ne. Pjesët e trupit pra, po kërkojnë prej zuhën, si që kanë thënë të parë tanë, zuha lap, e shpida dab. Shpida po paguan sherrin e zuhës. Një rast, aleikum salam, pejgamberi alayhi salatu wassalam del për qytet, për pazar, edhe duke shëtitur shkon të një shitës që kishte shumë drith na. Edhe pe e kësyra ta drith, grun, e kisitën shqitjen, pazar, edhe pe e fut dorën mren, kur pe nëzirë lakt mren. I thot pejgamberi alayhis salam, çka kjo? Thot ja Rasulullah, ma ka nxon shiu. Ala, shiu ma ka nxon. E pse, thot pejgamberi alayhis salam, mos me kena ta nalt, me pa mushteri apo me fut poshtë, nuk e di as. Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Men gashna felejse minna. Kush na mashtron nuk ka prej nesh. Mashtruesi nuk ka prej këtij ummetit. Pra pejgamberi alayhis salam dha me dije këtij ummetit dhe mashtrim s'ka në këtë dinin e Allahut. Me përmend drejtësinë, edhe mos me përmend Ebu Bekrin radiallahu anhu, është mungesë.
E dini se pejgamberi a.s. prej zullumit që kishte, prej më të afërmve e tina, shkaku ishte se thirrte në besim një Zot, Isra edhe Mi'raj. Pra tash, këtë muaj si pas menimit një pjesë e dietarëve, në muajin Rexhep është nata e Isras edhe Mi'raj, të Zoti e din më së miri. Shkon Isra dhe Mi'raj dhe i lajmëron xhamatin. Kur thotë jam kanë musafiri Allahut, mrena një pjesë të natës. Apo don material për kundërshtarët e tina, që sa pejgamberi, ky Muhamedi, që po thot a pejgamber, sa edhe i mashtrim më të madh, sa është e mundur, mrena një pjesë natës, me kalua me sina kilometra, prej Mekës, Qabës, e deri në Mesjidul Aqsa në Palestinë, edhe mund ngrit, prej Mesjidul Aqsas, e në Sidretul Muntaha, deri kur ka dhënë Zoti, e mund këthe pra, kjo është e pa mujtë. I thanë shokve, a kini tije për atë Muhamedin e ju edhe diçka tjetër në akasit. Edhe i takojnë, me nëzi presin e Bubekri me takua me nëzarë se dishtë sa shoku ma i ngushtë i tina. Edhe e thrasin, ja Bubekër diçka me të tregua për atë shokun tonë. Qka? Je kështu në ka kuven, në ka bisedua muallife, në ka bisedua për ralla ose andra, sa është e pa mundur me veprua një veprim të udhëtimit mrena një pjesë natës që atë nuk ka pas as aeroplana, as anje kozmike, as kur një sen që e muja ta me menua me logikua sa ajo është e mundur. Ata nuk besoshin prej Allahut se mjafton për Allahun kun feje kun, baju edhe ajo bëhet. Ata nuk e besoshin këtë. Tha qka? Tha e kështu nga tha i shokuj. Tha nësof se i ka thonë, ta shofim, a nësof se të shpifni për ta, të mirë t'ju që i të shpifni për ta. U tha Ebu Bekri atyne, radi Allahu anhu. I dhe tha valla, ja, Ebu Bekr nuk të shpifim. Këtë e në fjallët e shokut tonë, edhe shkoj drejt të pejgamberi a.s. Vrat e pyet ja Resulullah, kështu po flitet në qytetin Mekke. Tha ja Ebu Bekr, e drejta, e vërtetë. Nuk i tha, ja Resulullah, si kje, si shkove, qka bane, kush të qovë, por qka tha, sadakt, po të besoj. Edhe qka i tha pejgamberi a.s. Ebu Bekr Siddiq, jalla edhe i qini, gratë. Ebu Bekri besnik. Se pejgamberit a.s. i najti besnik në momentin ma kritik edhe ma të shtirë që të gjithë e përbuznin konkretisht për këtë çështje. Kushti i dytë është që i kërkohet prej nesh aufu idha wa'adtum. Kryeni një premtimin nëse se keni premtuar. Kryeni një premtim. Shpesh herë premtimet të cilat i premtojmë i sesin anet. Nuk u japim rëndësi as të madhe sa kanë merit mullon rëndësi as të madhe. I zanë që i ke marë premtim dikuj diçka, çoje premtimin vend. Për ndryshe, ajetul munafikit thalathe, shenjat e dyftëshit janë 3, e cilat janë, idha hadëthë këdhëbë, kur flet rren, pra po lidhet me atë, kushtin e parë, që tha pejgamberi a.s. folni të vërtetën kur të folni drejt, pra mos rreni. E dyta, idha wa'ade, kadhebe prap kur premton të mashtron, rren prap. Wa'ada të mine khane, edhe kur i besohet diçka, prap të mashtron. Përruan asot. I këto 3 ka dyftyshi. Pra një ka një prej tyne ka hisë dyftyshit. Një ka 2 prej tyne janë 2 hisë dyftyshit. Një ka 3 prej tyne 3 hisë dyftyshit. E dyftyshi kulluam është edhe i 4 kusht që i thot kur futet në replika eksplodon. Pra s'munet me ta
mujt me muhabet, me argumente, atë çka çohet ngrit zonin, vërtet mundohet me ta mujt me forcë. Këto janë 4 kushtet e dyftyrshit të kulluam. E ruan azo prej këtyne dyftyrshllakut. Pse? Për dyftyrshat ka thonë Zoti në Kur'an, ka folë shumë për në fillim suratul Bekare. Sa ka lënë pjesë fazën e parë, fjalën e dytë, i fazë komplet, pothuajse edhe në pjesën tjetër, vetëm 2 ajetet e para janë për pabesimtar, kërret për dyftyrshat në fillim të Kur'anit, do në Zoti më na përgatit që mos tiem prej dyftyrshave. Pra në fillim lexoje Kur'an sa me bindje sa prej Allahut e mos u bë dyftyrsh në leximin e tij. Fillim. Për mashtrim, rrezik i madh. E kem shembullin në kohën e Benu Israilve, ku Allahu xhaleshanuhu i premtuan ata se ditën e shtunë nuk kem me gjuaj, se na ke ndaluar o Zot. Ti na ke ndaluar. Nuk fut në aty ku ti ndalon. E çka Zoti xhaleshanuhu për mi provua tamam e dina i masmire se çka kanë me bë ata, bash ditën e shtunë çoj ke mas shumit peshës. Bash ditën e shtunë mas shumit peshës. Edhe çka ata me mashtru Allahun. Çka bën? Ama Allahu s'mashtrohet, ata mashtrojnë vetveten. Po çka i futën xhuman në mramje mrezhat ose mjetet se i përdornin për nxënje të peshkut, e shtutën mramje vonë i nxirsh. Çka bani Allahu me këtë popull? Allahu këtë popull e shëndroi në majmun të përbuzur. Majmuna! Ruana Zot, syretin e insanit Zoti, insant i bajnë, majmuna i bajnë. Dënim për ata çka kanë vepruar. Këto keni me zet në Kur'an. Këtë shembull keni me zet në Kur'an. Çka thot Zoti xhaleshanu, a'udhu billahi bismillah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi ratibun atid. Nuk ka fjalë që del prej kësaj gojë, prej kësaj zgjumë, e që nuk e rezistron dikush. Nuk ka fjalë. Kush rezistron? Melek, djathtë të majtë. Ta i rezistron punë që i bajnë në këtë dunjë. E tash, a ke llogariti me mashtrua. Kur premtosh? Vallai s'ke llogarit. Pse dikush ta rezistron? Edhe pse ndoshta thua që i ka harruar, çka i kom premtua, nuk ka harruar dikush tjetër që i ka rezistruar. Atë kemi pas në rezistrin kur dalish nesër para Zotit xhaleshanu. Pejgamberi alayhis salam thotë thalathat la yadkhulul janna. 3 njerëz, lloj njerëzve, grupe njerëzve nuk futen në xhenet. Kush janë ata? E Sheikhu Zani, plaku zinasar, i pamraq. Wal imam al kadhab, prisi rrend, edhe pastaj mutakabbir, edhe i Zoti i shtëpisë rrenaca. Mendje madh. Ta 3 lloj njerëzve Zoti va ka ndaluar xhenet. Ruanazo. I treti kush se po lyp garanc pejgamberi alayhis salam është edul emane idha atumentum, çoni amanetet në vet ju që i keni marrë me i krye. Pejgamberi alayhis salam kur e ka bën Isra'in dhe Mi'rajin, mes tjera që ajo mundsua për me pa në këtë udhtim, e ka pa një grup të njerëzve të ngarkuar me barë, sa mundohej mu qua e me ngrit atë barë, thot ajo barë ju qëtote.
edhe i pyeta melekun Xhebrail, edhe i thaç, o melek, çka halli këtyne njerëzve që janë të garkuar me barë, edhe sa fort që po japin vetit mu çua, edhe po thot mendja se këta po mundohen me i baj këtë barë, Allahu po i ngarkon edhe ma fort edhe nuk po mund me baj lvizje. Tha ja Resulullah, këta janë ata njerëz që në këtë dunja kanë bashkuar shumë përgjegjësimi i vetit. Kanë marrë shumë amanete e nuk i kanë kryer. E dënimi i këtyne i vazhdon deri në kiamet duke munduar në këtë mënyrë. Pra njerëzit që marrin amanete edhe nuk i kryejnë në këtë dunja. Amanetet janë prej senit më të vogël, o ti si zot i shtëpisë, amanetin e familjes deri taj kryetari i shtetit apo i severisë që e ka përgjegjësinë e shtetit apo të severisë. Krejt përgjegjësi. Pra unë si hoxh përgjegjësi xhamatin, ti si kryetari i familjes përgjegjësi familjen, ti si drejtor përgjegjësi shkollën, ti si shef përgjegjësi fabrikën, ti si autoritet përgjegjësi për ata që e ke marrë përgjegjësinë e kështu me radhë. Pra gjithë përgjegjësi. Gjithë kemë dhënë llogari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Çdo kush është shoban ose përgjegjës për një barë, se do t'jap llogari për barën e vet. Do të merret në llogari edhe do t'jap llogari para Zotit për barën e vet. Është interesant një shembull në kohën e Umerit radiallahu anhu, çka do të thonë njëri i sinqert. Omeri radiallahu anhu nuk ka nej i mbyllur në zyrën e vet. Ai ka dalë me pa hallin e besimtarve. E ninat prej natëve mas jatësijet pak vonë e shën një bishtuk ose një dritë. Nuk ka ra, nuk kanë fjetë ata njerëz. Thot ata kanë hall. Sa nuk kanë ra për një herë me jatësi, se sunet i pejgamberit alayhis salam me ra për një herë pas jatësit. Afrohet edhe po i ndëgjon dy zona, zona femnave. Nën e bi po përgatisin shumshtin me çuan nesër me shit. E si ti vajza, bia, e përgatiti e i tha nanës, o nanë, sonte nuk u bush ena, nuk u bush ajo enë që i kanë pas me qua me shit, plot si tjera herë, çka me bon? Tha si ti uj, e plotsoje me uj, bushe me uj. Tha jo ja nanë, si me bush me uj? Si ti tha se nuk na shet bush. Na, Omeri radiallahu anhu i ndezën këtë fjalë. Tha, o nanë, po na shë Zoti, a ti nuk muj mi më shë. Omeri radiallahu anhu nuk ba një za, u këthyë, nesre ka qua shkullësin për këtë bazë, për djallë veti. Me martua, hajrin me futën shpi, se prej kësaj që janë halal dhe hajr, që e merë amanetin prej Zotin për gjësit plot, ka hajr. E marton u lind një vajzë, ajo vajzë martohet, a di kush lind? Omer ibn Abdulaziz. Pra, stërnipi Omerit radiallahu anhu. Stërnipi Omerit, Omer ibn Abdulazizi, ai e merr pra emnin e stërzyshit vet, puna se është kanë i drejt. Edhe në kohën e Omer ibn Abdulazizit, as është drejtësi, as është mirë pushteti islam, sa thuhet nuk kanë pas ku me dhënë zekati njerëzit se i ka bënë një rangu. Pasanik. Kjo është drejtësia. I katërti kush që po na kërkohet, gadu absarakum, ruani, ulni sytë e juve. Pra sot a problematike madhe në përgjithësi njëtën e rinis, posaçërisht. Del prej shtëpijet bismillahi nate edhe shef haram, ndëgjon haram. Pritë zë ballafaqohej me haram. E Zoti xhaleshanuhu ka porosit me unë sy.
prej shumë ajeteve se flet Allahu xhaleshanuhu thotë udhu bila bismillah kulil mu'minina yaghuddu min absarihim thuaju besimtarve o Muhammed krejt këti ummetit thuaju ti ulin syt mos shison haram po të njëjtën kohë thotë Allahu kulil mu'minat thuaju edhe besimtare pra nuk i ka përfshi gjithë besimtarët femën e mashkullit ka da me i dalluar që mos thonë ata pa për ne se ka pa sigurisht për ju burra e jo për ne grave ose burrat nuk ka grave jo për ju jo për ne po për ju sigurisht Zoti i përmend kulil mu'minin një ajet e në ajetin tjetër kulil mu'minat thuaju edhe besimtarve po edhe besimtare çka ti ulin syn ti ulin shikimin. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ky shembull është më fort për femra, për zinin femrore, por gjithë kem prej nesh dikon zinis femrore në shtëpi, a gruan, a nanën, a motrën, a vajzën, a dikon të afërt, shembull që duhet me ditë, a mirë me ditë edhe me thonë. Një vajzë në kohën e pejgamberit alayhi salam me smundjet sultukut, sultuk, pra njeri me hu vetdijen, mira të fikt. Vajzë re, a shpejt ju përsrit ajo smundje që i ikën njerëzit, i ikën shoqet, i ikën të afërmit, i met vetëm familja në ngusht, fort në ngusht e sajna. U shqetësua. Ju duk vetja shtirë. Vetëm një larç, ku e kanë pas në kohën e pejgamberit alayhis salam sahabët? Femrat e mashkullt. Pejgamberin alayhis. Aty e kanë lypi larç. Aty nimën, aty shpresën, aty përkrahjen, aty të gjitha. E çka? Shkoi te pejgamberi alayhis salam e tha: "Ja Rasulullah, kështu e kam këtë smundje, gjithë më janë. Lutë Allahun se të ma hjeki. Lutë Allahun. Pse? Lutja e pejgamberit alayhis salam pranohet te Allahu. Lutem, pa ndërmjetësim. Thuaj Allahut që të ma hjeki se e njej vetim vështirë. Pejgamberi alayhis salam i thot ke njënën prej dy gjanave me i zell. A don shërimin, a don xhenetin. Po e lusë Allahun me shërua ka me shërua, por nuk garantoj xhenetin. Anëso se i bën durim kësaj smundje, Allahu të garanton xhenetin. Cilën e do? Po kush se don xhenetin? Kush më besimtar sot që i thot vetit jam musliman e nuk don xhenet? A ka donja? Valla, besoj që nuk ka, vetëm ai pa dishim. Pra tonë mundohemi në këtë dynja për xhenet. Tha ja Rasulullah, vallaj xhenetin e të. E dua xhenetin. Do t'i bëj durim smundjes. Por do diçka tjetër. Kërkoj Allahut. Kërkoj Allahut. Oj dërguam i Zotit. Që kur të mbien të fikt, të më trezve dia, se Allahut miroj pjesët e tyrë që mos të më zbulon. Këta e dua për te i Allahut. Pra në këtë zendje ajo me ndonte që nuk ka përgjësi me arruaj Zoti pjesë që mos mi u zbulua me apa i huaj. I femna tona me metën krye, pa sultuk, edhe gjveshën, subhana. Gjveshën. Si janë halë. E bluame, thot pejgamberi alayhis salam, por e zbluame as erën e xhenetit nuk e njeh. E si ja Rasulullah, thot ajo që i vesh, teshat e zjata, por i ka të i dukshme, provitme. Ase e xheneti. E jo halli këtune me krahca, halli i minise, e halli i tjera zjo. Ruan asë. E pesta, wahfidhu furujakum. Ruani moralin e juve, pjesë të tupshme të juve, pra mos u futni në zina. Zinaja është zjaja ma e nënçmuame
prej gjitha dënimeve në këtë dunjë. Pra zinaja është një prej dënimeve që meriton këtë dunjë. Pa shkuat e Zot. Për të pa martuamin e të pa martuamin, thot 100 shkopi. Edhe burgim 1 vjet. Për të martuamin edhe të martuamin, thot Zoti, regjëm zjuajtje me gur deri në mbytje. Me të myt, me gur, me ta bre kryet me shpatë ose i vrasje ma të lehta, shumë e mirë, e neshme për ty, por me të nënçmu Allahu, me të zjuaj me gur deri sa të mbytis. Kjo është, me të nënçmua, se e ke nënçmua, ke marrë nerën e dikuj. Një djalë që i ri vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe thotë ja Rasulullah, kam epshë shumë. Haram e ka vonë Zoti zinon. A mund ti me ma leju aty sysha? Ka mundësi ti ja Rasulullah të kesh dërmjetësim që unë me ato femna që kanë se vinë mas meje me pas drejt zinajet. Shokët kur e ndëzuan u quhen dhe shtë mirat. A je në men, çka je të i thonë pejgamberit alayhis? A din çka je të fol me më të mirin, më të dallumin e Zotit prej gjitha krijesave. Pejgamberi alayhis salam u tha shokëve, nalni. Nuk edukohet njëri ashtu. E pruni buzëve, e afroi dhe i tha, o djalosh, a ja dëshiron atë punë të kese, pra, atë punë që i pe lypti në nësate? Thot, jo, ja, Resulullah, pra nëns. Krijesa me çmueshme për njeri pas Allahut e lë dërguamit tina. Prindit janë. A ja dëshiron nëns atë gjë? Jo, ja, Resulullah, si? Edhe ajo mundet me kënane diku. Pra, ato që po lypti me bazin, mundet me silonane diku. A ja dëshiron motërës? Jo, ja, Resulullah. Edhe ajo mundet me silua motre dikuj. Gruas, jo ja Resulullah, edhe ajo grua dikuj. Vajzës, jo ja Resulullah, edhe ajo vajzë dikuj. Tezës, jo ja Resulullah, edhe ajo tezë dikuj. Pra nisë prej vetit. Ata çka nuk ja dëshiron vetit, mos ja dëshiron dikuj. Në fund hadithit vjen që ky djaloshi bëhet njeri maj urrejtur i zinas. Por Allah i dërguam i Zotit sallallahu alaihi wasallam ja vend dorën je këtu në ball edhe lutet për ta që Allahu më ia këtë të kesë. Amiku më i madh bëhet ky djalosh i zinas. O djel tri, o rini e dash. Allahu ju don shumë. Allahu ibadetin e rinis e vlerëson shumë. E din Allahu se ju jeni në provime të rëna, por një boshi durimi e kësaj zë Allahu ka garantuar për ju xhenet. Wallahi e billahi nuk hi atje kush e ka shiju e kush nuk e ka shijuar zinon, verse zinaja, sefi zinas është zë e shkurt në krahasim me danimet që të presin nëse bën zina, e shpërblimet e mëdha nëse ik zinas. Dallimi më 10 minuta pasi 10 minuta. Për ata 10 minuta ti fiton xhehenemin për gjithmonë. Xhehenem 70 herë më i zezë se ky zjarr. 70 herë. A ka në këtë dunja dikush prej juve që muj me e pa, me e fut dorën në zjarr, me e pa i ma shumë se 2 sekondë ose 2. Shporetat kur i kem, e fusim për mos mu tesh për zjarmin se ne djeg. Po 70 herë më i zezë zjarmi i xhehenem. 70 herë. Heruan asë. I vetmi haram, e vetmi ndales se Allahu xhaleshanu ka thënë mos ju afroni. Tjera ndalesa ka thënë Zoti i keni haram. Mos i bani. Janë veprat shejtanit. E për zina ka thënë la taqrabu zina, mos i afroni zina. Si mos më afro? Pra mos i bani veprimet që çojnë në zina. E veprime ka shumë. Veprimet mund me kanë me gojë, mund me kanë me sy, mund me kanë me vesh. Mujnë me kanë me fotografi, me lexime, me tjera zë. Pra, Zoti xhaleshanuhu për zina, ka thënë vela taqrabu zina, mos ju afroni, pra mos i bani hapat që çojnë në zina, e për tjera zëna ka thënë haram e keni kyt, haram e keni kyt, haram e keni kyt,
Kjo a punë shejtani largonë prej tyre ndash me pshtua e për zina ka thënë mos i afroni. Se një afroshi rrezik se keni më radh. Edhe e gjashta e fundit wa kafu aydiyakum mbyllni duart e juve. Si mi mbyll duart, si kuptohet? Mbyllni duart ndaj njëri tjetrit. Pra mos u bëni dëmtues se keni mi bën dëm njëri tjetrit me këto duart e juve. Nalni e veti. Edhe nëse është vështirësi, edhe nëse është ndonjë provim që ndoshta meriton me i përdor duart për sherr, aty pejgamberi alayhi salam po thot, bëllni duart e juve në sherr, ruani duart e juve në sherr, Allahu po garanton juve xhenet. Mos harroni se ky zullum i anëmisis është i lasht. E ndërmjetësuar së shejtani. Djemët e Ademit janë këtë parë që i kanë qua dorë në vlla, njëri tjetër. Kabili e mbyt vllaun e vetë Habilin. E kush shejtani të gacmon. Ta dini pra, se je kjo dorë e jotja, duhet me ka siguri për besimtar, në tëna mënyrë, në zak, në pasuni, në shërë, në punë, në veprime, në tjerat çështje të jetës dënjasë këtë dënja. Pra me këtë dorë zgudzon me greti, ndaj vllaut vetë besimtar kish. Nuk gudzon me i ra grusht, me pritë zë me i bon dëmë. Nuk gudzon me i vijel, nuk gudzon me i ra shplak, e tjera shërë që mundën më ba me dorë. Pra ti ikim rrezikut, ti ikim shejtanit, ti ikim të keses për me pas garancën inshallah nesër për xhenet. Ka shumë shembuj në këtë dunja, por mos më lodh se edhe kështu pak zash kohë, por kisha vetëm me përmend të ndëruar xhamat. Dini Allahut është i kompletuar. Në dinin e Allahut nuk guxojmë me bën lëshime. Në dinin e Allahut nuk guxojmë me bën shkurtime. Unë e marr shembull kështu. Ky din është i përbam në 33 shtylla ose farze ose kondita. E kem obligim me i besua, i kem obligim me i mësua, i kem obligim me i veprua. Nësofse nuk kryen diçka prej tyne, ose kret prej tyne, ruan Zot. Shembull konkret. Shumica ose gati i gjithë kem telefona në shtëpi, telefona në shtëpis. I keni pa ata telat non-toksor ose podzemli kablovi që i thonë. Ata janë trash. Ata sigurisht në ta kanë shumë fije. Shumë asi tela e të vojë në ato trashin. Po zem, shembull, janë 33 në të mërën. Ja me pas të këputun je ky dalekovodi. Një prej atyne telave nuk ka qasje, ose nuk ka rjet sigur. Ose ka me gjiu ka telefoni, ose s'ka me të punua telefoni, ose s'ka me të punua interneti, ose s'ka me ta kapi val, ose i problem është. Ose a i këputun, ja me ka i këputun. E jo ruan a zo me kanë 2-3 lete, e mos o zo me ka komplet 33 të këputun. Si dum para Zotit me dal, e me i pas nat do një tel të këputun me Zotin, që na lidh me Zotin, prej këtune 33-ve. Računat me ba që nuk i pagua me ko, ta i skluqisin strujen, ujin, telefonin, internetin, e tjera që ka i kem dë obligime me i pagua. Fakturën duhet me i pagua muaj për muaj. 2 muaj mos me i pagua, ta këpusin. Po ti që nuk fale e kur,
Asnjë račun, asnjë faktur nuk ja pagu Allahut. A menon se Allahu nuk ta kput çasjen ty? Ruana zoj që i ka të kputuna gjitha me Allahun fakturat. Pra kur mos të paguash fakturën e Allahut, Allahu ta kput ty çasjen me to. S'ke signal ma me Allahun. Nuk e do met ma me Allahun. E kush të me rëndor? Të merr shejton. Unazë. Pra keni kujdes. Plotësoni kushtet ndaj Allahut. Plotësoni, paguani pra ditë për ditë, muaj për muaj, vjet për vjet llogarinë që i kem ndaj Zotit. Pra kem obligime ditore, kem obligime javore, kem obligime vjetore, kem obligime edhe herë numërtore. Qose e mos ose ton duhet mi pagua me kohë. Por ndryshe, muaj pritet zëmra i put Allahu ato qasje ose ato lidhje me to. Ja ukratko ću možda ste i razumijeli, većina vas i znam, neki su već i zetovi naši pa moraju pomalo i učiti. Tema je bila uglavnom u vezi hadisa koje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko meni daje garanciju za 6 stvari, ja mu garantujem džennet. 6 stvari. Allah dželešanuhu preko poslanika alejhi selam traži garanciju od nas. Prva ta garancija jeste, kaže, izdiku idha hadethtum, recite istinu kada govorite. Samo istinu. Bilo to u teškim situacijama, bilo to u slobodnom govoru, bilo to u prisilnom govoru, od nas se traži samo istinu. Najljepši primjer jeste primjer Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad je govorio poslaniku alejhi selam u vezi Isra i Miradža, kad je pitao je li to istina poslaniče, kaže poslanik jeste, onda nije pitao više poslanika alejhi selam kada, zašto, s čime, nego sadakt. Zaista potvrdim ono što ti govoriš poslaniče. A šta poslanik alejhi selam kaže? Ebu Bekr Sidik, ti si Ebu Bekr pouzdan. Znači da si vjeran na onome što ja govorim. Drugo što traži garanciju Allah dželešanu od nas preko poslanika alejhi selam kaže Eufu idha wa'atum, izvršavate vaše dato obećanje. Ako si nekome obećao nešto, moraš da izvršiš. Isto primjer poslanika alejhi selam kad je bio Isra i Miradž. Između ostalog, Allah dželešanu je mogućio da vidi grupa ljudi u različitim situacijama. A između te grupe ljudi vidio jednu grupu koji su na leđa puno stvari i pokušavaju da dignu, da nose te stvari i ne mogu se dignuti. Počeli si da se dignu, stvari se još više se dopunjavaju. I pita poslanik alejhi selam meleka Džibrila šta je ovim ljudima, kaže ovi ljudi su u dunjaluku koji su uzeli dosta amaneta, ali nisu izvršavali. A njih čeka ova kazna do sudnjega dana dok izađu pred Allahom dželešanu da daju odgovor za sve. Znači i poslije smrti, prije sudnjega dana ima kazna. Ne daj Bože, mi smo svi tako reci amanetđije nečija. Ja sam amanet za svoj džemat, za svoju porodicu. Onaj direktor za svoju fabriku, onaj direktor za svoju školu, onaj profesor za đak, onaj predsjednik države za svoj narod i tako dalje. Svi imamo po neki amanet. Zaista ćemo svi za naše amaneti odgovoriti pred Allahom dželešanu. Kako kaže poslanik alejhi selam, svi ste pastiri i svi ćete odgovarati za vaše stado. Tako da molimo Allah dželešanu da možemo mi
da nosimo onoliko koliko možemo da odgovorimo na te amanete. Treću stvar koju Allah dželešanu traži preko poslanika ali sam garanciju jeste edul emaneti da atumintum, izvršavate vaše emanete koje ste uzeli na sebe, koje vam je provjereno ili povjereno u amanet. Dosta ljudi uzimaju amanet i ne izvršavaju. Ne daj Bože to da bude musliman i da kaže da sam ja musliman i prihvata koliko emaneta na sobom i neće da izvršava, neće da dovede amanet do svoga cilja ili do onoga što je uzeo, onda ne znam kako će biti njemu i ovom dunjalugu, a kamoli pred Allahom dželešanohu kad izađemo sutra da odgovorimo za naša djela. Četvrta garancija što se traži od nas jeste gadu ebsorokum, čuvajte vaš pogled ili oborite vaš pogled. Govorio sam malo da nije lako omladini, naročito omladini, danas, u današnjici. Ali Allah dželešanuhu voli omladinu, zaista voli i zaista i nagradi. I uporedio ibadet omladine i stare kao svjetlo koji svijetli preko dana i preko noći. Znači svjetlo koji svijetli preko dana jeste ibadet starima. Ne znači da neće se primiti taj ibadet i starima, ne daj Bože. Ali velika je razlika, jer je razlika i u godinama i razlika jeste i u stvorenju čovjeka. Jer su te godine najopasnije godine. Allah dželešanu za te godine nagradi puno više što je uporedio svjetlo noći za omladinu koji izvršava Allahove obaveze na te godine koji su opasne za čovjeka. Isto peta garancija koju traži poslanik alejhi selam od nas jeste ova filu furuđakum i čuvajte se bluda. Blud je, mislim da je najopasnija stvar i grijeh koji Allah dželešanu traži kaznu i ovom dunjalu. I to najstrožiju kaznu i kaznu, ne običnu kaznu, nego kaznu poniženja. Jer kazna poniženja, naročito za oženjene, jeste ređa. Gazanje kamenčicima ili kamenjima sve do smrti. I to je ponižavanje. Kad bi ti izvršavali smrtnu kaznu s nečim lakšim i bržem, to bi bilo spas i ponos. Ali kad dolaze vrijeme da te ubiju, da izvršavaš kaznu s kim? S kamenjima do smrti. To je ponižavanje. Tako, zbog toga što si ti ponižavao nečiji život i nečije dostojanstvo. Tako da treba da pazimo. A jedan primjer za šta znači da bude vjernik. Uzeo sam primjer jedne djevojke za vrijeme poslanika alejhi selam. Ona je bila bolesna od padalice, da li se kaže tako padalica, znači izgubi svijest. I kad je već izgubila sve najbliže, osim roditelja normalno, ona se osjetila usamljena i šta je razmišljala, jedini spas je bio da ide kod poslanika alejhi selam. Ne samo ona, nego svi za vrijeme poslanika alejhi selam, bilo koji problem koji su imali, uputili su se prema poslaniku alejhi selam. I otišla kod poslanika alejhi selam i traži, kaže, poslaniče, ovako mi je, moli Allah dželešanu da me ozdravi, da me spasi od ove padalice. Kaže poslanik alejhi selam, imaš da biraš jednu od dvije stvari. Ili ćeš džennet, ali moraš činiti sabr. Ili
da molim Allah dželešanohu da te ozdravi. Ko neće džennet, recite mi, ko neće u ovom dunjaluku od muslimana, neće dženeta. Nema koga, ako ima išta u glavu, da neće tražiti uvijek dženet. I ona se opredelila za dženet. Ali šta kaže poslaniče? Imam još jednu molbu. Kaže, kad budem u ono stanje, znači, kad izgubim svijest, moli Allah dželešanohu da mi ne otkriva stidna mjesta. Znači, tijela i na tom stanju, što nije obavezna, što nije odgovorna, moli Allah dželešanohu da ga Allah dželešanohu čuva te stvari. A naše sestre, naše djevojke na ovo doba, svjesne, zdrave, bez sultuga, bez ništa, i same se ogoluju. I šesta stvar, kefu ejdekum, kaže poslanik alejhi selam, prevod jest ovako, zatvorite vaše ruke. Ali značaj zatvaranja vaših ruka jeste da ne činite zlo s ovim rukama nikome. Nemojte ubiti nekoga svojim rukama, nemojte udariti nekome svojim rukama, nemojte činiti štetu nekome, krasti ili nešto drugo svojim rukama, jer zaista ćemo odgovarati pred Allahom. Ovi su blagodati. Koliko ljudi u kuglu zemaljsku nema ruke uopšte, kinute ruke. Ti imaš, i s time činiš zlo, ne ozbilja. Kako bi razmišljao sebi da nemaš jednu ruku ili dvije ruke? Kako bi se ti koristio ovim blagodatima u dunjaluku bez dvije ruke? Tako da moramo ovo pred Ramazanom, ako Bog da se krenemo ili recimo glavu prema sebi kao neki bolesnik koji ide prije neke operacije ili nešto, da gleda malo svoje zdravlje, da ide malo kod ljekara, da gleda svoj pritisak, da gleda svoje analize krvi ili šta traži tamo, tako i mi gledamo analize naših tijela, počeći od jezika, počeći od vida, počeći od sluha, od ruka, od noga, jer zaista moramo ući u Ramazan, mjesec Mubareka, inšallah čisti kako Allah dželešanu voli i da zaradimo ta vrata Rejhana, da nema niko da može ući tim vratima osim postači. A time možemo zaraditi ako mu uđemo u Ramazan, ako Bog da, tako kako Allah dželešanu voli od nas. Ohalalite mi, jer malo dužio, a molim Allah dželešanu kako nam je mogućio ovdje da se skupljamo večeras, da nam skuplja poslije odgovaranja jevmel kijameta na džennet firdevs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.